Përveç dietës, për 2026-ën, problemi tjetër që kam është se si duhet i bëj planifikimet e udhëtimeve të mia. Ndaj kam ardhur këtu te Elite Travel Agency, sepse këtu kemi dy mënyra udhëtimi. Udhëtime në grup, me guid, me hotelet paguara, me ushqim, me bileta, sitesh historike që janë natyrisht paketa më të shtrenjta, dhe për ata që nuk duan të udhëtojnë në grup, Elite Travel ofron udhëtimin me avion, transfertën, deri tek hoteli dhe përfshir edhe hotelin me mëngjes. Ndaj këtu jam me Irmën që t'i japim drejtim tani se në cilat vende do shkojmë. Natyrisht vende që janë planifikuar deri tani është Sri Lanka, është Japonia, është Islanda, është Kenja, është Nepali, edhe Nepali. po dhe Jordania. Nëse një klient i cili nuk dëshiron të udhtojë në grup, arsyet janë nga më të ndryshme, nuk preferon që të ndjeki guidën, do ta bëj vetë atë, do të bëj fluturimet, ne ja ofrojmë këtë mundësi, pra të shkëputet nga grupi dhe të gjitha këto paketat të cilat ne i kemi në grup, ja zhvillojmë individuale, duke i bler avionin, akomodimin, transfertën. Si i marrim ne këto dhe do thuash ti pse duhet i marri tek ne, sepse kemi ekskluzivitet të rritit Lufthansa për fluturimet, po sikur se kemi dhe chain hotelesh në mbar botën të cilat ne i shfrytëzojmë dhe nuk dalim nga standardi. Dhe arsye tjetër, check-in, vonesa, apo çfarë do lloj tjetër që i ndodh, ne i ndjekim klientin hap pas hapi dhe ai nuk humbet asgjë gjatë itinerarit të tij. E kuptuat, pra keni Irmën për çdo gjë. Ju mendoni vetëm për destinacionin, të tjerat na e lini ne.